Allahu Gjallahu Ala të ka dhonë pajisjen e të dëgjuarit, pajisjen e të shikuarit, e të folurit. Për aqë sa i përdor, për aqë që Allah i ka dhenë, llogaritës që i kitë e Zotit. Për aqë sa nuk i përdor, për aqë që ti ka dhenë Allah, asë në të kundërtën, të Allah llogaritës që si kia. E që ko gale të Allah, a jem shorran, asë jem shorran, që ko gale? Jo ko gale shumë, se Allah Gjallahu Ala thëtë, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ditë në kiametit ka me ngjall qërë. Kale rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Surën Taha. Ato zë pse qërë, pse s'përshastat me sy, unë e kum pa në dunja. Ja s'ki pa, kush ka thonë që ki pa? Allah i kum pa, i shisha halkën, ja s'ki pa ti. Se këna pa me halkë, nëse këna pas me halkë me pa. Ne këna pa me zika tjetër. Laqad atatka ayatuna, apo? Ti të kanora argumentona, edhe ke më hu, si ke po. Ajo konë qërë me aje, po, me Kuran po qërë, po që qërë e konë gjithë të na. Që ta dhe qërë e dalë, nësë kur gjithë s'kënë ndryshu, qaj që e konë të kënë ndjohë. Qërë e konë, qërë e dalë, shordan e konë, shordan e dalë. Qaj e konë? Andë është më rëndësi, të Allahu aje shordan asi, jo të njerës. Të këtë mund me pajisje për mrekulli po njën, edhe për shpërimin mas mure njën, mund po, këtu po, në dynja me pajisjet e të ndëgjuar e të shikuarit mund me konë perfekt, asë kine ujë për syza, shumë mirë përshë. E të Allahu qërë. Prandaj, këtu është dobija që na duhet të shikojmë se të Allahu, që të kena përmërë vazhdimisht, të Allahu që farë amë një ki Allah, të Allahu a je me sy, a je pasy, të Allahu a ki një sy, a ki dy sy, a ki dy vesh, a një vesh, kënë një vesh në shmajrë këtë i fletë, me po me vërësajtë së një kë. E asban, do me ndyon me një, edhe kur flet ky me një, edhe kur flet ky me një, gjithë me një, jo veç me një vesh me një, jo veç me një sy me pa, apo, ka që veç kësajt kur buhet mirë me pa, qka të ka mirë kësajt, s'pasha valla, e më qërru, të mirat e këtyne si sheh, e duhet mi pa të dyjat, apo, mi pa të dyjat, e nëse si sheh, Allah dhe qërë me një sy, apo, të njëtër në gjyshdut, si sheh të mirat e kërkujt veç vetat qërë me dy sy. S'ka qef me një me vesh për të mirat e kërkujt, vesh për të vetat, shorran të Allahu që si janë në mera të. E kuptove? Andaj këta ka një, së Allah po hatë kër i ka thirë, këta ka një zhurëm, ka një bërtim, diçka ka një, pëse kanë marrash diçka të të, po ta ka një. Ta është për i thotë shordona, shurdër. Po ta është ngonë shurdër këta. Po, njëri pëse është i shurdër, a është gjuna? Jo. Këta e në kënë shurdër ndryshe atën. E po tash, edhe ti shiko, për aqë se je i shordër në këdër të me një vesh njën, apo vesh me një sy shë, që ashtu të ka Allah gjellore me remnë. Ka si këta Allah që ashtu i ka cilësua, që ashtu Allah i ka cilësua. Dhe ka thonë, la yaqilun, këta truh menës ka në të. Subhana, që është mëre profesor doktor, apo, që është s'ka menë, Allah i aj që, s'ka rrit me men të vete me kuptu se kuj duhet miron sejde, kuj truh menës ka. Nga se, që kë, a ka men që kë? A ka men? A ka men? Jo, po këtë din ma shumë se ti. Këtë nëzën men ma shumë se ti. Krejt që të qaj jeni bashk, së në një majtë men që e majtë men që kjo. Apo? E pëse s'ka men kjo pra? E po që si në ata, aparata, jetë si në dygoj, përmesh, apo, a merë vesh, tjetë diqka të tërë. Ja. Aj, përmesh, sa dush nga këtë, 50 liba i monë men përmesh. Regullën, kimike, fizike, këtë të tërë. Po e ka marrë vesh, pse Allah e ka buha dy ujnë, e këta se dina, po s'pa ka marrë vesh samë. Pse e ka bu këta? Pse e ka bu ha dy ujnë, e të ka ranë men, pse e ka, pse është ha 3 ujnë? Pse s'është? A ka mujtë Allah me bu ha 5 ujnë dhe ujnë me donë, a ka mujtë? Që ta mërmenja, a ka mujtë? Po ka mujtë Allah. Po e ka bu ha 2 me të ka du se qysh dënja bënaj, po birin sejtë dhe kur për uja për. Që ta e ka bu? E dikush unan dete ha 2, o ma tu dhe së shku. Po që si u metë pra? Aparat. E aj që mas saj ka unë, bismillah kër e pin, elhamla kër të kryn, e kjo ka vazhdu ma tutje, kjo për mërë ka vesh pra. Kjo e mundë verë kësa është e shtabët. E kuptuat për esin? Që shtu të kje punë për të. Prandaj, la yaqilun, ta s'kan men, që shkon men njëri,
subhanallah, këtë Allah e kep, e thëtë rasisht. Allah këta pikë mene s'kanë Allah. Qëfar mene ka, qëfar arsye ka i njëri cili, krejt qëka ka, qëfar sistemi ban, qëka ka kriju Allahu Azogel, krejt qëka të rëthën, qëfar përsosmërije, mrekulije, hatash me madhe, pa fund me. Ata shumë kalaj, s'ka zët. Si pik mene s'ki Allah. Wallahi billahi ateisti pik mene s'ka për. Asë Allah kanë leja e kilun. Tru kanë. Tru së në muhem, tru ka. Po men s'ka. Nga se njëri që e mëhanë Allahun Azogel nuk e adhuran shkencë e ti. Apo leximi i ti, studimi i ti, nuk e bjen xhami. Unë s'pa i thëmë kështut. Unë se kom këtë me gjyku. Allahu po la yaqilun. La yaqilun. Edhe fjala akël në gjuhën arabe, po na përthej me menje, po e ka një manekja. Arabisht s'ka asë një shprehje veç qashtu Allah. E pëse i thëjë kështut? Po i thëjë, ja. Arabisht jo gjuhë tjetër. Apo? Për shembull, apo. Na i thëjmë, për shembull, derë. E pëse o derë? Po derë, Allah. Në zdim se o derë. Arabisht e dim se o derë. Ta spjegon pëse i ka thonë derë si ka thonë shtyllë. Ta spjegon se është gjuhë tjetër, apo. Andaj akël, kër Allah ka la yaqilun, ata nuk kanë men. E ku i kanë met, arab? Ku i kanë met, ata është doshmi pas met. Akël, në gjuhën arabi i thot, kër njëri mledh diqka dhe erun, se shpërnon, dhe si shpërndat, s'ka vlerë. Po, ka vlerë. Njëri tash, pse e mon kuletër? Se në mledh pare për me i vend me rujt. Apo, njëri për shemë sarët ka pare i gjunë. A e se njësët kur dale ble i bukë. Që ti njëri, që që ta një? A i thëni që njëri meqë? Po që shtu edhe këj, ka kap met, i ka gjunë të në unë. Si ka, mledhi mërë Allah met, mledhi, zbami gjunë met të në unë. E po që kjo është akël. A i që i ka mledh met, i thënë akël. A i që si ka mledh met, i ka shunë të në unë, met e ti, ku bëne, ku zbanë u përzi meni ati, që ti thënë laj akël. Kjo si pas ka lidhë për. Allah ju ka thonë njerëzve. Po ku e din ti çu e kriju ti apo? Ku e din ti? Ka jekun atë vakt se kon. Po mledhi medlo, mledhi mos i çan atje se ti s'din këtu. Nga e dikën që e din këtë punë. E pa si kam mledh med. E pa që ta i thon me mend pa mledh tha. Apo ku e din ti çat bën ty dobi? Ku e din ti? Ku e din ti sa i bën aty dobi? Ku e din ti? Ai që ka kriju edhe apo? E pa mledhi med para çiki, po mos e çkap, mos u përzi ku s'është e jotja. Andaj këta njerëz i kanë shpërndau met e tyre, jo më përzi ku s'kan hise, që ata Allah i ka thonë la yaqil, të pa lidh, kur s'lidhen, heq. Apo, sa i sistem, sa një sistem, sa një ideologi, qëtë një ideologi, dhe i dje ke qështu, sa të pa lidh, apo, sa lidhet të, s'po bëjke Allah, që të rëzgjidhi met, piktuit e lidhi këtu tani. Apo, 50 vjet i kanë pas met e lidh për një altar, që aty në kont lidh, mas 50 s'po bëjke burra që në zgjidh një piktuit met. Lidhën dikun tjetër. Qështu tu lidhë tu zgjidh. Na pe që këna lidhën ham na kur si zgjidhëm inshallah ata. Nga se sikur se kanë ashabët e pejgamberit, nahnu alladhina ba'yana Muhammada, na ja kanë dhënë besën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se në çetru kanë me sa ti na gjallë ata. Që ate këna lidhë me bi'idhnillah, punëm. Që ata që thonë një tunë akil, i mledh. E tjerë që lidhën në zgjidhën e këta në zgjidh, që ata la yaqilun. A kuptove akil dhe ghair akil? E që ta lojë kanë lakit, nuk është bashkë badihava, shqipsën e qëta, me men dhe pa men, si del bashkë shto. E arabisht i del ma mirë, i lidhë dhe i zgjidhë.